Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, ka lëshuar një ultimatum të drejtë për drejtë ndaj Iranit në një kohë kur tensionet me Izraelin po rriten ndjeshëm. Në një postim në rrjetin e tij social, Trump kërkoi nga autoritetet iraniane që të dorëzohen pa kushte, duke theksuar kërkesën me shkronja kapitale si një paralajmërim publik dhe i qartë. Presidenti amerikan shtoi se SBA kishte patur mundësinë të eliminonte liderin shpirtëror të Iranit, Ali Khamenei, por kishte zgjedhur që të mos e bënte për momentin. Ai është një shënjes të relet, por është i sigurt atje. Ne nuk do ta vrasim, të paktën jo për momentin, shkroi Trump. Mëtej, ai theksoi se SBA nuk kërkon për shkallëzim, por nuk do të lejoj që raketat të godasin civil apo trupa amerikane. Durimi ynë pososet, faleminderit për vëmendjen tuaj ndaj kësaj çështje. Deklarata e Trump ka shkaktuar reagime të forta në arenën ndërkombëtare dhe është parë si një rrezik i drejtë për drejtë për përshkallëzim ushtarak në lindjen e mesme.